Me negociat unika gërvala me LDK-n po me sy letër Albin Kurti. So ka qenë të serioze. A strategjie juja për me si në citë pozitë LDK-n edhe me shku mi amarë edhe njerë votat e LDK-s. Veç pak. Edhe me lonë partin. Letra ka qenë e treta. Pasi Lumir Abdigjiku ka refuzu ofertën e parë për të ardhur në takim, ka refuzu ofertën e dytë për të ardhur në takim, atëherë një njeriu që nuk vjen në takim, ti të paktën ja çon një letër, apo jo? Po e keni sujt Hajvan. Kush më ka qujt Hajvan? LDK-ja po thot deklaratën e zotit Kurtit, Hajvan, Hajvanat. LDK-ja le ti pastron veshët edhe le ta lshon videon dhe le ta dëgjoj me kujdes. Nëse dikush guxon me undija apostrofuar nga shprehja Hajvan, ai ka emër dhe mbiemër, quhet Visar Azemi, për shkak se është qaj tip i cili ka dalë para gjithë publikut dhe ka bërë premtime të cilat në fund kanë qenë më të larta, jo se buxheti i shtetit, por se sa e gjithë GDP-ja e Kosovës. LDK-ja nuk ju beson. Po tash mos na beson. Po na beson PDK-s. Pas PDK-s, edhe me PDK nuk po shkon, se dhe PDK-ja pe akuzon LDK-n. LDK-ja ka me partia me akuzume për dy palëve. PDK-s pi thot nëse ti ma jep kryeministrin që s'vin ata, vinë që ç'ke me të. Dhe juve nashta ju vinë mja dhonë kryeministrin. Jo, nuk ja japim kryeministrin. Ne jemi shumë transparent. Kryeministër ne kemi dalë në vota me e zgjedh Albin Kurtin. Pik, për gjithë shka tjetër, nuk kemi mandat qytetarit. A ka qenë strategji politike?